Kliton ka dhënë një kontribut serioz në punësimin e njerëzve të spikatur të fushës, nga ata me përvojë që janë mjekrat e bardha të këtij profesioni, po dhe shumë të rinj në të gjitha specialitetet që ka një klinik apo spital stomatologjik. Dojmë që brenda fundit vitit të arrijmë 100 punësuar, aktualisht janë 62 të punësuar, duke filluar mjek, asistent, infermiera në pjesën e laboratorit. Ka shumë të rinj shqiptar të cilët emigrojnë kryesisht drejt Gjermanisë në këtë profesion. Pse Gjermania është një ofertë kaq atraktive dhe si e shikon ti këtë emigrim të këtij profesioni nga Shqipëria? Për mua është një zgjedhje e gabuar, me gjithë respektin që kam për kolegët apo miqtë e mi që emigrojnë në Gjermani, sepse mendoj në Shqipëri pagat aktualisht janë shumë të mira. Cila është paga më e lartë që mund të marrë një mjek stomatolog sot? Mund të marrë 5.000 euro ose më shumë se 5.000 euro. Ka njerëz që ikin dhe kthehen të penduar apo qëndrojnë atje, ata hapin klinikat e tyre apo janë gjithmonë të punësuar në një klinikë tjetër? Pjesa më e madhe janë të punësuar, sepse ligjet në Europë janë më të vështira për të hapur një mjek që vjen nga Shqipëria të hapi një klinikë në Gjermani apo në Itali, është më e vështirë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.